Operacioni i identifikimit dhe sekuestrimit të makinerive të cilët eksploatojnë zhavor në shtratin e Drinit të Bardhë zhvillohet njëkohësisht në 14 lokacione. Ekipi i prokurorëve që drejton hetimin niset drejt lokacione të tjera, ku para tij shfaqen edhe pamjet e konfiskimeve të para. Prokuror e pam 2 arrestimet e para, janë arrestimet e para të këtij aksioni këto që vetë sa i pam në këtë vend. Këto ishim në lokacionin e parë dhe këto janë 2 arrestimet e para, siç e keni parë. Po praktikisht njëjtën kohë ka ndodhur arrestime edhe lokacione tjera që tani më po shkojmë të vizitojmë. Te lokacioni i parë siç e cekëm, përveç 2 veprave penale për degradim të mjedisit dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, kemi edhe pengimin e të provuarit sepse nga ajo që pam në vendin e ngjarjes, 2 kamionët të cilët ishin duke punuar në Dri, duke tërhequr zhavor, njëri prej tyre vetëm se e zbarkoi dhe bllokoi rrugën, kështu që ata provuan që të hynin në një lokacion krejt tjetër që nuk kanë lidhje me atë pjesë dhe u munduan edhe t'i fshehin mjetet e kryerjes, por ishte njësitë speciale ata që reaguan kohë dhe i kapën edhe në atë pjesë dhe praktikisht i kemi 2 të arrestuarit e parë në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojmë edhe në lokacione tjera ata. Informacionet e para për prokurorin janë shpresdhënëse. Hetuesit në vendin e ngjarjes raportojnë për prova dhe të dhëna të rëndësishme që janë konstatuar në minutat e parë të kontrollave. Kryeprokurore, pam që fillun edhe sekuestrimet e kamionëve në rrugësi për atave që po largohen prej këtu, apo është pikërisht ky vendi ku janë sekuestruar kamionat e parë të këtij aksioni? Po, si që speguam edhe më herët, ne kemi 14 lokacione që jemi duke kryer kontroll dhe në për disa prej pikave kemi hasë në flagrant duke tërhequr zhavorin, siç janë edhe kjo pjesa këtu. 3 prej kamionëve që i pat janë vetëm që janë bartur dhe janë duke shkuar në lokacionet e caktuara. Kemi një numër të madh mjeteve për cilat është herët deklarohemi tani, sepse jemi duke shkuar në pika të tjera. E kemi këtu edhe hetuesin e rastit i cili e ka pasur në përgjithësi këtë pjesë. Mund të më na shpjegoj ndoshta se çfarë gjendje e keni gjetur kur keni ardhur. Po, domethënë kjo është një prej lokacioneve, i vend shfrytëzimeve që është. Kjo paraprakisht ka qenë tokë bujqësore, edhe nëse shikohet edhe përmes Google Maps, ka qenë tokë bujqësore, por fillimisht heqet një stres e dheut, pastaj kalojnë në thellësi shumë të mëdha, siç shihet edhe luga, domethënë që ka një gjatësi shumë të madhe që shkojnë në një thellësi shumë të madhe. Mjetet këto përmes si ekskavatori ngarkojnë mjetet kamion, edhe domethënë lantën e parë, rërën dhe zhavorin, pastaj e dërgojnë nëpër separacione, të cilat i kanë, disa janë të regjistruara, disa të paregjistruara, edhe e separojnë edhe pastaj është e gatshme për shitje. Domethënë kjo është vetëm një prej lokacioneve, është një lokacion aty, ja ku shihen edhe 2 ekskavatorë të tjerë. Ka edhe në pjesën andaj mbrapa. 3 kamionët e sekuestruara kanë qenë këtë pjesë apo pjesën mbrapa? Kanë qenë një ka qenë të ky lokacioni, që po shihet se lojnë edhe gjurmë, për shkak të rrjedhës së ujit, edhe 2 tjerë kanë qenë te ajo pjesa tjetër. Kjo është domethënë vetëm për 2 lokacionet vend shfrytëzimit, pa i përfshirë ata tjerë që në anën tjetër që është e pamundshme më kapi këtë pozicion. Këto lokacione gjatë hetimeve kanë qenë njëjta që është punu këtu është tërheq zhavar. Po janë të njëjta domethënë. I kemi të provuar, i kemi thënë. Janë provuar me incizime, me targat mjeteve gjitha. A mundemi me vazhdu në pjesën tjetër? Po. Operacioni kompleks i hetimit të bizneseve që eksploatojnë ilegalisht zhavor në shtratin e Lumit Dri ka implikuar resurse shtesë të prokurorisë së Prizrenit. Për të grumbulluar prova në 14 lokacione janë angazhuar kryeprokurori dhe 2 prokurorë të cilët kanë detyra specifike në hetimin e ngjarjeve. Tani jemi duke shkuar në pika tjera të kontrollit, ku deri me tani 2 pika të kontrollit janë kontrolluar nga bizneset
nga bizneset të cilët janë hetuar pas një pune të lodhshme me masa të fshehta të hetimit të vëzhgimit, ku paraprakisht në vendin e ngjarjes gjën has ekskavator duke punuar, ekskavator në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe kamion duke bartë zhavorin, ku ndërto kemi edhe të arrestuar persona, të cilët janë has duke drejtuar kamionet. Tani vazhdojmë në pika tjera sipas planit dhe sipas agjendës dhe sipas masave të cilat janë filluar, të cilët paraprakisht kemi pas inqizime, kemi pas provat mjaftueshme